Hoxhë i nderuar, ne jetojmë në një kohë e cila dallohet apo veçohet me shumë momente t'i quajmë së paku të ndërlikuar. Krimi është në rritje, dhuna, njerëzit jetojnë në depresion, në frikë, në ankth, po ashtu kemi probleme tjera të identitetit, njerëzit nuk dinë se çfarë janë, ku janë, identifikon ndonjëherë edhe me kafshë, kështu me radhë. A mendoni se bota në përgjithësi, edhe bota jonë shqiptare, ka nevojë për rikthimin e mësimeve të fesë, e cila do të orientonte apo do të jepte një disa udhëzime se si të sillen dhe si të lëvizin në këtë botë kaq të ndërlikuar dhe kaq të komplikuar. Është e vërtet i nderuar hoqë se bota sot me gjithë zhvillimin, me gjithë përparimin që ka realisht lëngon dhe rënkon nga probleme të shumta. Kjo nuk është vetëm nga perspektiva e fetarëve, edhe ateistët, dhe jo fetarët, edhe materialistët, të gjitha fryma që sot realisht ekzistojnë në këtë botë e kanë një lloj vërejtje për mënyrën se si po udhëhiqet bota dhe ka po shkon njerëzimi. Të gjithë janë të pajtimit se diçka mungon, po pastaj janë të mos pajtimit çka është ajo që mungon. Të gjithë mendojnë se duhet një zgjidhje për problemet e shumta të njerëzimit, por janë të mos pajtimit cila është kjo zgjidhje dhe ku gjendet kjo zgjidhje. Ne si besimtarë, si musliman besojmë se nuk është kjo hera e parë që njerëzit kanë kriza, kanë telashe. Njerëzimi ka kaluar vazhdimisht në probleme, në telashe, në kriza të llojshme, normalisht me përmasa të ndryshme, por telashe dhe probleme ka pas, deri në nivelin edhe të rrezikimit për humbje të ekzistencës, të llojit njerëzor. E dim që Zoti i Mënduar në të kaluarën ka intervenuar në të vazhdueshme si pasojë e kujdesit tij që lloji njerëzor të mbetet, por jo vetëm të mbetet, por të orientohet. Dhe në bazë saj ka dërguar pejgamber dhe ka zbritur libra. Andaj kjo më kuptu se Zoti i Mënduar si krijues është kujdes për njerëzimin. Dhe mënyra e kujdesit ka qenë përmes shpalljes, që i bie se ju bëni probleme, unë u asilli zgjidhjen. Edhe në kuptimin e aspekt literal si tekst, libër, po në aspekt në ligjërimit dhe shembullit përmes pejgamberve. Andaj mendoj që përvoja e njerëzimit gjithmonë në këtë aspekt ka rezultuar e suksesshme. Sa herë kanë ardhur pejgamberët, punët janë rregulluar. Punët kanë marrë një kahje ndryshe. Spaku në aspektin e koncepteve dhe kuptimeve të caktuara. Edhe pse ne kanë ditë qartë se ku është rruga e drejtë dhe ku është shpëtimi, po. Patjetër. Për shembull, nëse marrim pejgamberët e mëdhej, do të shohim për shembull se ata sa i kanë sjell njerëzimit zgjidhje adekuate, konkrete dhe praktike probleme që i kanë. Merë për shembull diktaturën që e kanë përjetuar Beni Israil nga faraoni, Musa alayhis salam i kanë nxjerrë nga këtë diktaturë, ka bërë zgjidhje politike, ekonomike, sociale, fushë ndryshme përmes shpalljes që Allah e ka shpallë. Andaj është dashur një pejgamber marrë me nxjerr nga ato probleme. Edhe vetë Muhamedi alayhis salam kur ka ardhur si ka qenë gjendja e njerëzve në botë, domethënë kanë pas perëndori, ka pas fuqi ushtarake, por ka pas agresion, ka pas dhunë, keqprodrim, robni, skllavëri e kështu me radhë. Izori të shumta. Ndryshme. Dhe dim se bota pas pejgamberit alayhis çfarë kahje ka marrë. Gjithë studiuesit e lavdrojnë atë periudhë, madje edhe është e njohur që në kategorizimin e figurave të suksesshme, Muhamedi alayhis salam po është i pari, jo për shkak të aspektit fetar, se ata që e kanë kategorizuar nuk janë fetar, po për shkak të aftësisë së mësimeve që ai ka ardhur me bashku mes suksesit material në këtë botë dhe atij shpirtor për botën tjetër. Kështu suksesi nuk kanë mujt me arrit asnjë njerëzit nga prirjet vetanake. Gjithmonë kush ka dorë sukses në gjitha rrafshet dhe dimensione njerëzore është dashur të referohet shpallës për shkak se vetë Allahu ka thonë ela ya'lamu man khalaq. Asu nuk din ai që ka krijuar. Andaj edhe sot ne shohim që njerëzit për shembull atë po e tekrojmë në dimensionin shoqëror dhe familjar, po kthehemi në dimensionin individual. Shohim perëndim për shembull njerëz që kanë provuar gjitha shijet e këtij materializmi, në kuptim të famës, kuptim të epshit, kuptim të ndoshta ushqimeve, daljeve, kështu me radhë. Dhe shese, domthonë ai në fund bëhet musliman. Edhe musliman bëhet jo për ta provu si eksperiment, po si zgjidhje e problemeve që janë shku duke u shtuar sare ka qenë në sofrat e këtij materializmit të egër të vrasht. Prandaj ai vetë e dëshmon. Jam bo musliman për bës zgjidhje problemet e mia, jo të varfnis se ka qenë i varfër, jo të famës se ka pas famë, po me bës zgjidhje problemeve të qenies së tij
ekzistenciale si njeri. Dhe këto dëshmi janë tregues i qartë se njerëzit sot duke filluar nga individi, shko tek familja, e shoqëria, e kështu tek njerëzimi mbar, ka nevojë për udhëzimin e Zotit, ka nevojë për t'u kthy vetvetes, për t'u kthy origjinës dhe për t'u kthy realisht koncepteve të rëndësishme që mbi to ndërtohet bashkëpunimi i llojit njerëzor dhe prosperiteti në gjitha fushat që njeriu ka nevojë për to.